Konferenca ekonomike B2B Prishtina 2026 e organizuar nga Rjeti Global i Bizneseve Shqiptare dhe Komuniteti i Bizneseve Kosovaro-Gjermano-Zvicrane ka mbledhur në Prishtinë qindra biznese nga Kosova, diaspora dhe vende të ndryshme të botës, me synimin për të forcuar bashkëpunimin ekonomik dhe për të nxitur investimet në Kosovë. Në këtë konferencë u theksua roli kyç i diasporës shqiptare në zhvillimin ekonomik të vendit, jo vetëm përmes remitencave, por edhe përmes investimeve, rjetizimit dhe hapjes së tregjeve ndërkombëtare për produktet kosovare. Kryetari i degëve të Rjetit Global të Bizneseve Shqiptare dhe organizatës KGS për Kosovë dhe Gjermani, Shkelzen Jusaj, deklaroi se diaspora mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së Kosovës, ndërsa ftoi bizneset shqiptare jashtë vendit që të investojnë më shumë në zhvillimin e industrisë dhe ekonomisë vendore. Sipas tij, Kosova ofron kushte të favorshme fiskale për investime, përfshirë tatimin prej 10% në fitim, kosto më të ulët të fuqisë punëtore dhe potencial të madh për zhvillim industrial dhe eksport. Të ditë potencialin e madh të diasporës, kemi këto kompani shumë të mëdha dhe miljardshke, dhe të ditë mundësitë dhe investimet e tyre, atëherë sigurisht që ne i ftojmë që mos kemë vetëm turizëm në shpinëve në vend në vend, mirë po së bashku ta ndërtojmë industrinë e Kosovës, ta ndërtojmë ekonominë e Kosovës. Ai ngriti shqetësimin për deficitin e lartë import-eksport, duke theksuar se Kosova ka nevojë për më shumë prodhim vendor dhe industri të zhvilluar, në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës dhe të parandalohet migrimi i të rinjve jashtë vendit. Sot kemi një deficit, në thamë, import-eksport rreth 6 miliard. Ai 6 miliard mbushet nga remitencat, nga investimet e diasporës, nga shpenzimet e buxhetit shtetëror për nivelin qendror dhe lokal, si dhe nga kredimet ndryshme. Megjithatë, pa një balans tregtar të kontrolluar dhe një industri zhvilluar, ku momentalisht kemi një industri të lehtë, sigurisht është e pamundur që neve të kemi një zhvillim të hapshëm dhe të kemi mundësi që më shumë nga punës, të cilat kishin pas me ndiku pozitivisht në ndaljen e migrimit jashtë Kosovës, sepse Kosova mbas luftës kishte mbi 2 milion dhe tash konsiderohet këtë rreth 1.7 milion, dhe kjo sigurisht është shqetësuese. Jusaj kërkoi gjithashtu krijimin e më shumë zonave ekonomike dhe industriale të pajisura me infrastrukturën e nevojshme për investime, si dhe ndryshime në ligjin për investime strategjike, për të lehtësuar investimet vendore dhe ato të huaja. Një tjetër problem që ai potencoi ishte mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar, duke propozuar përshtatjen e kurikulave shkollore me kërkesat reale të tregut të punës dhe fuqizimin e arsimit profesional. Bizneset sot ka nevojë për profesionistë të përgatitur për vende konkrete të punës që po hapen në treg, tha ai. Nga ana tjetër, kryetari i Rjetit Global të Bizneseve Shqiptare, Omer Nura, tha se Rjeti tashmë numëron mijëra biznese shqiptare në mbar botën dhe është shndruar në një platformë të rëndësishme bashkëpunimi ekonomik mes diasporës dhe Kosovës. Ecuria e ekonomisë së Kosovës dhe këto 12 vite ka treguar se ne kemi kapacitet të prodhojmë, të eksportojmë dhe të konkurrojmë. Por kemi parë se pa një urë përhershme lidhjeje, siç është ky rjet që jemi sot, potenciali shqiptar mbetet i coptuar. Rjeti ynë nuk është thjesht një listë kontaktesh, ne jemi aktiv çdo muaj tër vitin sepse besojmë se kombet e forta nuk ndërtohen me fjalë, por me vepra. Në kuadër të konferencës janë organizuar takime, panair biznesesh, panele diskutimi dhe vizita në kompani prodhuese vendore, me fokus në rritjen e eksportit, investimeve strategjike dhe fuqizimin e ekonomisë së Kosovës.